2 vite më parë, banorët e Këqarit të Poshtëm në Malësi të Madhe menduan se investimi i bashkisë do t'i jepte zgjidhje përfundimtare mungesës 30 vjeçare të ujit të pishëm për 150 banorë të kësaj zone. Sot 2 vite më pas, uji vjen vetëm një herë në 10 ditë dhe nuk është i sigurt për konsumim për shkak të ndotjes. Ata thonë se zgjidhja vetme ka qenë krijimi i depozitave private, pasi as investimi prej 100 milion lekësh i bashkisë së Malësisë së Madhe nuk arriti të zgjidhë nevojat e komunitetit. Herën 10 ditë, herën 2 javë, herën javë. Po edhe bien, ka dhe defekte që shkaktojnë njerëzit rrugës. Ja, se tash sa kohë pasha i pikuj. E se bërë me furnizim ujtë pishëm? U me si pusit me ujë shumë, si këna qilë pusa. Ashtë i pishëm ajtë? Po i pishëm, pa i du të me pijë, aja është me lagë. Basha të zdi gjo hiqa askarë, kush me në kërkon. Që është për i vjetë, 3 herë s'ko mosh uje. Vjetë e ka i herën, vjetë e ka i sahat, ati u në prejte. Bashkia e Malësisë së Madhe duket se ka kthyer tashmë në praktik punën që investimet e kryera në territorin e saj mos t'u japi zgjidhje përfundimtare problemeve të komuniteteve. Përveç Këqarit të Poshtëm në Malësi të Madhe janë dhe 2 fshatra të tjera, Gruemjer, Çezme dhe Grud Fush, ku pas investimeve të kryera për furnizimin me ujë të pishëm, banorët detyrohen të blejnë ujë pasi nuk kanë furnizime të rregullt në çezmet e tyre.